Ministri i Punës të Jashtme i Republikës së Serbisë Marko Gjurić u takua me zëvendëspërfaqësuesin special të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara dhe ushtruesin e detyrës së shefit të UNMIK-ut Milber Dongjushin dhe nënvizoi nevojën që UNMIK-u të vazhdojë të zbatojë plotësisht mandatin e tij në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. Drejtori i Zyrës për Kosovë dhe Metohi Petar Petković u takua gjithashtu me Shinin, e cilin e informoi bashkëbiseduesin në detaje rreth situatës aktuale, duke vënë në dukje presionin në rritje mbi komunitetin serb dhe përsekutimin sistematik të serbëve. Milan Radojević, antari i kryesisë së listës serbe, njoftoi se gjatë natës personat e panjohur kanë ngelqerosur tribunat që ishin me ngjyrat e flamurit të Serbisë në fushën sportive në vendbanimin Bërgjani. Radojević theksoi se ky është një tjetër provokim nga regjimi në largim i Albin Kurtit dhe tha se kjo është ajo kundër së cilës po lufton lista serbe. Ai theksoi se fusha sportive, tribuna së cilës u përdhosu restauruan nga banorët e Bërgjanit së bashku me bamirësit. Kjo është arsyeja pse unanimikisht të gjithë së bashku të bashkuar parlamentarisht të dielën duhen 170 vota për listën serbe për t'i kthyer qytetin popullit ton, tha Radojević. Kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti tha se qeveria e re do të zgjidhet sapo të fillojë punën Kuvendi i Kosovës, duke hedhur poshtë kështu idenë e formimit të një qeverie të përkohshme e cila është propozuar më parë nga partneri i tij i koalicionit, Mimoza Kusari Lila. Kurti tha se tani është 1 muaj e 7 vitet të 5 të mandatit të tij të plot, që është më shumë se sa duhej të ishte, dhe theksoi se qeveria e tij e tretë do të jetë as më pak dhe as më shumë, por tamam siç duhet. Sipas të dhënave të fundit nga zyra europiane e statistikave, më shumë se 360.000 qytetarë të Kosovës kanë marrë leje qëndrimi në vendet europiane gjatë 10 viteve të fundit. Megjithatë, numri më i madh i tyre buron nga periudha që kur Albin Kurti është në pushtet, nga viti 2020 deri në vitin 2024, plot 210.000 kosovar u bën qytetar të një vendi tjetër europian, raporton Demokracia, me komentin se pavarësisht lëvdatave për rritjen rekorde ekonomike, vendet e reja, pune dhe reforma, qindra mijëra kosovar vendosen të zgjedhin Europën në vend të Kosovës. Disa analistë në Prishtinë po kritikojnë ashpër vendimin e djeshëm të qeverisë së Kosovës në mandatin teknik që 5 ditë para zgjedhjeve lokale të ndajë 26 milion euro nga buxheti për t'i dhënë ndihmë prej 100 euro studentëve. Kenan Gashin nga organizata Avonet thotë se kjo është një shkelje e dukshme kompetencave kushtuese dhe ligjore të qeverisë në mandatin teknik, si dhe krijon perceptimin e përdorimit të burimeve shtetërore për përfitime politike. Analisti Imer Mushkolaj është i bindur se vendimi i qeverisë nuk ka të bëjë me mbështetjen e sinqertë për studentët, por për përpjekjen e qeverisë për të ndikuar në rezultatet e zgjedhjeve. Berat Rukiqi nga Lidhja Demokratike e Kosovës i bëri thirrje prokurorisë të hetoj vendimin e lartë përmendur të qeverisë, të cilin ai e pretendon si një përpjekje për të blerë vota. Gjykata kushtetuese e Kosovës ende nuk ka publikuar tekstin e plotë të vendimit në lidhje me kërkesën e deputetëve të listës serbe në lidhje me zgjedhjen e nënkryetarit të Kuvendit, megjithse në një deklaratë një javë më parë detyroi deputetët të përfundojnë procesin zgjedhor brenda 12 ditëve. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës beson se ka një shans më të mirë për zgjedhje të reja se sa formimi një qeverie në javët e ardhshme dhe beson se zgjedhja do të mbahen deri në fund të këtij ose në fillim të vitit 2026. Ulëmtuesi i studimeve të sigurisë Nikola Vojinović vlerësoi se ekonomia e Kosovës është reduktuar në importe dhe remitencat nga diaspora. Ai gjithashtu thotë se nga të gjitha masat e Bashkimit Evropian vetëm disa nga ato financiare zbatohen deri diku.
Dimitri Emilish nga organizata Rruga e Re e tretë beson se pra normalizimin e marrëdhënieve me Perëndimin dhe një kthim në dialog, Kosova nuk mund të llogarisë në investime më të mëdha. Kryetari i Aleancës së Biznesit të Kosovës, Agim Shahini, thotë se Kosova vetmja në rajon varet 87% nga importet dhe se kjo është pasojë e mungesës së strategjisë për të rritur prodhimin vendas. Ai gjithashtu theksoi se për shkak të kokëforcisë dhe gabimeve të Albin Kurtit, Kosova përballet me sanksione çmimin e të cilit po e paguajnë të gjithë qytetarët. Moti nesër do të jetë pjesërisht me vranësira me periudha më të gjata me diell dhe shi të lehtë pritet në disa vende. Do të fryjë erë më e fortë në lindjet e Serbisë, kurse në Malja era e fortë veri perëndimore. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 4 deri në 11, kurse ajo maksimale ditore nga 16 deri në 20 gradë Celsius.